E du shumë. Po thënë vallahi, shënë letën e banëm. E ti çfarë fjali ja kishe thënë, edhe ti me putha. Po the pra dhe ti, hajde inshallah për hajr. Se kum pa me nerim dashurun to 19 vjeçare më kon 4 momente ka paske. Seriozisht, çishin njoftu? Qashtu në rrugë. Ku? Në Gjermani. More që 2 vjet të gjyshe, më ka marrë qas djali madh tash që 2 vjet po flej me gjyshe. Shëndetje. Ju jeni? Angela. Nuhia. Angela dhe Nuhia, jeni qefta po? Po. Allah hile, am kalzoni drejt dishka. Hajde para këtë. Çfarë ditën sot? Sot 30 vjetin a martu. E kom dit! Allah, e kom dit! E kom dit, thash mos na shpedin kë, ose na shpedin a pedin far ditën sot. Sonë kështu ton ditë hane. Po, ajte po që ja pas na mojt me edhe martesën. Për hajrë. E inshallah e gëzëni, e inshallah më rezot, jo shkon mirë kjo martes, që 30 vjetin i martu. Jena martu, po. Se qësh janë këto vite martesore që i dhove fond beqaris? Se kum pa me nerim dashurun to 19 vjeçare më kon 4 momente ka paske. Seriozisht, çishin njoftu? Qashtu në rrugë. Ku? Në Gjermani. Në Gjermani. Shka ke vetë bote qatë moment që e pave? Mu më vike mare se e re, fmi, 14 vjetë. E ti shka thave kër e pave? One u dashurova, me ne im kom me një shok, edhe i thash shokut kjo ka me kon nana fëmijëve të mi. Këshire. Edhe së më ka besu, i ndjeri ka ndru jetë, mas 2 vjetë kur na ka pa me djalin tonë të madhin, e këm thonë që ai dëshutarnu dha që ke ditë dha kur thash. Kom pas para. Mekanizëm, kjo kanë gjithë çështo. Po mos so ban marak se edhe një çika si ka pason ma herët që më kanë çështo me. Jo, po 2-3 e ko. Allah hile, 30 vjet martesë. Në Kosovë e more pi Kosovës apo kjo kanë Gjermani? Ja, kjo kanë Gjermani, po ndryshe kjo. E ti azilant? Unë azilant. Ti azilant. Ç'është përretën vjerria? Kjo nonën e ka Gjermank. Po, babën e kam italian. Këshire, nonën Gjermane, babën italian, e burrin shqiptar. E vjerria ç'është pretën? A je vesh me dallama me këse? Jem vesh një herë, po, jem vesh. E vesh një herë? Po, balë. Qysh, së 30 vjetë martes, e veç një herë me nënë që ka vesh me dallam. Shko më i veshe me dallam sot? Po thua? Edhe veshe dhe erune për kujtim, e thuj, o Allah, shqyqër që e ma pruni zoti, me panusën edhe një herë në dallam. Kishmet. Sa si kini martu fëmijën? Kina të martu më djallin. Seriozisht? More, që 2 vjetë të gjyshe, më ka marrë qas djali madh tash që 2 vjetë po flej me gjyshe. E unë me babë gjysh. Jo, valla, kjo me babë gjysh. Nga edhe si babë gjyshi me shami. O valla, i nga shka po të thamë. A din me maru sarma? Po. Krejt ushqimet e tëna i din? Cëli ushqimi Kosovës të ka pëlqy mas shumë pje? Ka shumë. Po cili që e kinja për zemër që i thu, o zët, shëqër që e kina që të ushqim, se Kosova s'kish egzistu pa që të ushqim. Jo, valat për qashto, jo, ushimi jam për qenë ma mirë. Cilën e kiti? Po, pasta. Këto pasta. Haj me pasta do mëna i mytë, ke djallë qyqet na, pa e mësu me hangër, buke pasol, e me ta kap përt, me ti dridhe dhe ka uqat. Flia të din me maru shumë të mirë. Seriozisht? E cëllën ushqimi thunusës me bom, ma me qef. Krejt, gjermanisht, italisht, shqip, tëna specialitetin. Cili është ushqimi gjermanisht? Kompira me Koladë. me radhë, me mish të shtjellën. Okej, këshire s'po dishi heq. E ushqimi Kosovës? Pasullin dhe me bo, ishtatil. Allah hile, apo më ka dhëni korinat e pasulli. A e hani pasullin me piron, apo me lugë? Me lupre që fa piron. Jo, Kosovin a modernizu, pasullin e hajna kokër, se na matë që shina konë para lugë. Unë me lugi ha. A haljati kemi të luga.
edhe ne hakshmi pasullin me lug, atë salatën që e servena me pasull, me piron e hajmë. Me luk. Unë me luk, jo. Seriozisht? Po. Ka kështë shqiptar, tamam si shqiptari që i ka hije. Keni po darsëm? Për veti apo për fëmi? Jo, ju s'kena bo një fest vogël familjare. E kena pas darsmën spontane, përshëndeti djalin e Axhës, edhe në Gjermani është Hasani. Ajo është crazy Hasani. Hasani, ku bjem një jem? Hasani edhe unë e kam, bjem Hasanin që shtë një. Hasani, edhe ka qërele që të të E di, na ketë Hasanove, e na qështu të mirë, e të mëdhej, e të hesho. A na ka bo surprizën bile minutin e fundit. Fustanin e industrisë në shkuj ka marrë pa ditën e. Seriozisht? Ngam, apo më kalëgjoni edhe dishka ama shumë seriozisht. A keni me festu që 30 vjetor të martesës ju dë bashkë? Po, që ishtar të shkujna me festu. Kujni të festu? E ka surprizën, po me kaldu të. O, kalëgjona, Allah, hile kalëgjona, ne vëse ne që jesmi mas nesë. Nati jam e ka një kafe. E që të po shkojnë atë. Kafe, kështë në kafe. Si kafeq? Kafeq, kalëgjoj me se këtë gratë të Kosovës të një kafe keq, jo keq. Jo. Kafeq i keni thirë njerëzit, apo ju kanë thirë? Jo, na kanë thirë neve surprizë me shkushtar. Ngam, shkon reqo. Edhe ti, hini të frizer ka pa shku në kafe. Se zoti... Frizer ka qak i me drejtë. Sa kështë të tonë mine i valë, më t'ishtë i pa drejtë. Një ka nuk që 30 vjetë flok. Jo, jo, pas ke nuk. Po e pja pak ti. Rëmës dhe se flok të lakta. Na vjen mirë, bro. Mirë Pas ke flok, pa kam të drejtën. Ju rujtë zoti e i shala edhe 100 vjetë jetën i bashkë. Amen, faleminderit, me juve bashkë. Kaljof që qysho mas mirë. Qëfar mesazhi ju kështë dhënë për fond gjitha të qiftev që po dojnë me ba divorc? Këtë qifteve kësha thonë 30 vjetë provoj vagën e arit. Mos të marrin çdo fjalë me qitë në vagë të arit. Po mirë e keq. Mos gabani me Mos gabani se edhe natyra si natyrë, nuk ka gjithë diell. Ka shi, ka borë, po du të me dojsh njerin edhe kur ka borë, edhe kur ka shi, edhe kur ka diell. Qëfar fjale ja kishe thonë qëtë moment nëse stane që se ke thonë kërë? E du shumë. Po thënë valla, ishe nga letën e banëm. E ti qëfar fjale ja kishe thonë, edhe ti me putha. Puthe pra dhe ti, hajde ishallah për hajrë. Ishallah më rezot, ju shkën jetë avesh me puthje. Se kë poplë jonë avesh puthje të pida. E se më prag shën Valentinit e na, e ju me të do shërmeq. Kushinit martum, kap një puthno sa ma shumë.